Largoj nga rruga e drejtë. Wala umanniyannahum, unë do ta bëj që ata vetëm të kenë shpresë, të bëjnë mëkate, por ta kenë shpresën e gat. Pastaj tha wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-an'am. Pastaj do t'i urdhëroj ato, do t'i inspiroj që ato edhe veshët e kafshëve t'i presin, siç ka ndodhur kohën e xahiletit, vetëm e vetëm për me i konsideru ato kafsha që i këto i kemi haram. Këto që ja kemi prej veshët, nuk lejohet mishi i tire me u hangë. Unë do të flasë për pikën e fundit, ku thot përsëri, Allahu na tregon, tha, wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah. Dhe unë kom t'i urdhroj që ato të ndryshojnë krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, të ndryshojnë fizionomin e tire. Vlezër, është diçka shumë interesant, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje ka edhe hadith. Hadithet janë në sahih. Disa vijnë prej Abdullah ibn Abbasit, disa vijnë prej Abdullah ibn Omerit. Unë do të flas për hadithin i cilin e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi, ku thot: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal-mustawshimat والنامصات والمتنامصات والمتثلجات للحسن المغيرات لخلق الله." Muhamedi alayhis salam tha Ibn Mesudi i ka mallku. Dhe zë kur mallkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se mallkon nga shpallja Allahut subhanahu wa taala. I ka mallku el-washimat. Washimat janë ajo që e ka për detyr apo e ka marrë si profesion që tatuzha me ju bë të tjerëve, qoftë burr apo grua. Por edhe ajo e cila e dërzon veten e saj që tjetra me i bë tatuzha apo tatura në trupin e saj. Di persona, ajo që ka e bon këto dhe ajo që qëndron, që kërkon me i bë tatuzha në trupin e saj. Pastaj tha, wan namisat. Muhamedi alayhis salam këtu namisat e ka përmend gjinin femrore. Se atëhere gratë e kanë bërë një gjotë të tillë. Çka është ajo? Heqja e vetullave apo vizatimi i vetullave. Deri një ditë ka qenë çka? Heqja e vetullave dhe e kanë lënë një vetull, domethënë si ka qenë ajo normal, si e ka kriju Allahu xheleshanu, e kanë lënë të hollë. Çka tha Iblisi? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah. Dhe unë do t'i urdhëroj ato që ta ndryshojnë krijimin e Allahut, atë fizionomin që Allahu xheleshanu i ka kriju. An-namisat wal mutanamisat. Dhe ajo namisat, ajo që e ka këtë për detyrë. Ajo që e merr këtë si profesion, edhe shkojnë mishterit. Wal mutanamisat, ajo tjetra që thot hiq mi vetullat e kështu me radhë. Pastaj thot ato që e dhombin e tire, ose e presin me lon shprasi mes dy dhomëve që me u bë më të bukura. Tha Muhamedi alayhis salam që e ndryshojnë krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Unë tash vëllezër, kjo çështje është fenomen edhe te populli jon, te muslimanët, thuaj është fenomen i vjetër kjo me heqjen e vetullave. A besoni tash edhe është problem se këto lloj profesione çka i bëjnë? Dikush prej atyre kom fjalën për gjinin femërore, gjoja se po shitin që janë të knushme, apo burin e kanë të knushëm, edhe e ka këtë detyrë, e ka këtë profesion. A e dini për çfarë lloj qimesh flas? Nuk flas për të vetullave, se tash nuk i hek, tash i nxjerrin vetullat gjithë edhe i vizatojnë. Kjo pejgamberi alayhis salatu wasalam këto thuajnë hadith nuk e ka cek en namisat. Pse? Nuk thom që ai se ka ditë sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë ndoshta edhe atëherë tek arabët pak e njohën. Tash gjithë vetullat hiqen, ruhen, edhe ati vizaton. Ku do të shkoj? A e dini vëllezër për ç'këllën e kam fjalën? Për ato që s'mund ta përmendi, ka i nxjerrin domethënë qimet në vendet më të turpshme, me rreze, me lloj rrezatimi, jo për hir që është pastërtia. Domethënë atje ka grua që e krijnë kët profesion dhe ajo te vendet e turpshme shpalohet
dhe ajo me lloj rrezatimi ja djeg dhe me thonë qimet ku te vendet më të turpshme. A di çka do thot vendet më të turpshme? Vendet më të turpshme. Kjo kështu tash ndodhen. Dhe ato gra apo vajza që shkojnë për ta kri këtë lloj procesi për me i hek, me i djeg, mos me ekzistu qime nga vendet e turpshme, nuk janë prej atyre që praktikojnë dhe me thonë islamin e gjoja tjera. Mundet kanë dëgju dikush, ju ka dhonë fetfa se bon, ajo bon, por me e kri vetë. Nëse donë me i largu, por vetë. Jo me shku me shpalu trupin, të një grua tjetër dhe ajo, me një tënë kohën, me t'i djeg me lloj rrezatimi atë kime që mos me dal nga vendet e turpshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithi sahih, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi. Thot prej fjalëve të para që ju ka ardhur njerëzve në të gjitha epokat, në të gjitha shariatet. Fjala e parë të njerëzve që ju ka ardhur në veshjet e tyre, nëpërmjet profetëve të Allahut xhelleshanu ka qenë, nëse nuk ke turp, bo çka dush. Tash çka është hub turpi. Prandaj ka thonë një poet, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat, fa in humu akhlaquhum dhahabat dhahabu. Popull, rini, shoqëri, mund t'i thush atyre që kanë akhlaq, që kanë moral, e kur morali atyre të largohet, hupet edhe ato janë zhduk. Nuk ekzistojnë numër po, amo si vlerë njeriu, vlerë gruje apo vajze, nuk ka. Pse? Nëse u zhduk kush, nëse zhduket morali, nëse zhduket turpi. E kjo vlezër është një fenomen që sot me të madhe muslimonet në vendet tona shkojnë dhe e krinë këtë çështje, i din ato vendet ku shkojnë, po si tash është problem, kur dikush prej atyre shitet, prej atyre grave, që ajo është gjoja se është e knushët, apo e ka burin knushët e kështu me radhë, edhe e krinë këtë çështjen, dhe shkojnë muslimanët e shpalojnë vendin e turpshëm, a i lejohet, por në rast shërimi nuk ka mundësi dhe një metodë tjetër pa u shpalu, ajo lejohet me mas. Amo këto shkojnë për qef, nuk thëmë që i marim puna e vetlave, ajo përsëri ngelet e ndalut, ajo ngelet haram, se Muhamedi a.s. kur bën diçka lanet e mallkon, a thu që Allahu rrin dhe thot, a që pranoj duana, mos që pranoj. Kur thot pejgamberi a.s. këto e ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë që jepi dërguari Allahut mirënja, dhe nga ajo që ju ndalon, ndaloheni. Prandaj edhe një grua i tha Ibn Mesudit, tha une, laqad qara'tu al-Qur'ana marratayn, tha 2 herë, 3 herë kam lexuar Kur'anin, ama këtë tha se kam gjetë që thotin librin e Allahut. Ibn Mesudi tha, ke lexuar fjalën e Allahut kur thot wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ajo këtë fjalë tha se Ibn Mesudi hadithi vjen në këtë mënyrë, Allahu i ka bo lanet. Ibn Mesudi kështu e përcjellën. Në realitet është hadithi marfu. Ibn Mesudi e nçon këtë hadith ku te pejgamberi alayhis salam, do thon e kanë dëgjuar nga Muhamedi alayhis salam. Një herë thot që Allahu i ka bo lanet, i ka mallku, me një hadith tjetër thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku. Prandaj kjo është një gjë e nditur dhe gjë e fëlliqet, gjë e pist që ka arrit mesin e muslimanëve, në përshpijat e muslimanëve, mund të flasë rahat, edhe vajza treja që akoma pa martu, e të martume, e bëjnë një gjë, një turp të madh, vetëm për çka? Si ka thonë pejgamberi alayhis salam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu aw law salaku juhra dabbin la dakhaltumuhu. Tha ju keni me ndjek ato të tjerët që kanë qenë para juve, plomb bas plombi, hap bas mas hapi, edhe nëse ato hinë të bira e hardhucit, edhe ju dhe të përpiqeni me hi. Ati sahabët thënë, kush janë? Ja Rasulallah, el jehud, vë nësarat, cilën do t'i pasojmë ne, cilën do t'i emitojmë? Mëse ki fjallën për qifutet edhe nësarat, tha pejgamberi a.s. Femen illa ulaik, e cilën pos atire, dhe me thonë pos jahudive dhe krishteve, ju jeni ato tu i pasu. Pra ndaj vlezër, prindi si prind, baba si bab, buri si bur, e ka emanet familjen e ti. A i nuk lejon
nuk duhet t'i lejone me e kri një gjotë të tillë. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala e ka mallku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku. Edhe këtu ke kjo çështje nuk ka më këtu ixhma, nuk ka këtu për shembull khilaf. Tu s'ka, do me thonë sahabet janë një mendimi, tabeinët janë një mendimi. Puna e vetllave vetëm nëse janë shumë të trasha, derisa e kanë kalu atë normalen e tyre, po janë pak ka qime edhe nalt, lejohet në këtë aspekt me hek. Amo vetullat mashallah janë të mira, por unë duhet i baj pe vetullat. Tash nuk mjafton edhe pe, du me i vizatu e si, me i nxjerë këtë gjithë me i rujt, edhe prej fillimi e thotë si të t'i baj, a kështu, a si hon, a si drapën, a si gjarpën, e kështu me radhë, me thonë derin këtë deregje, qka? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Tha iblisi, kam me i urdhru, unë me i urdhru ato, dhe ato da ndryshojnë cilën krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na rujt neve, familjet tona, gratë, bija tona, nga këto lloj devijime të cilat janë ekstreme, nga këto që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mallku dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe i ka mallku. Fillojmë vëllezër me dersin e sodit. Shefa do thot ndërmjetësim. Shefa ndërmjetësim. Shikoni sa interesant. Në realitet kjo shefa, i thon shefatul udhma dhe llojet e shefajetit të ndërmjetësimit, do të ndodhin kur nëse i radhitim jo ashtu se nuk kena një argument tamam për mauqifet, për qëndrimet ditën e mahsherit si do t'jenë, amo këtu nuk ka dyshim se pasi që do të tubojnë njerëzit në tokën e mahsherit, do të qëndrojnë 50.000 vite, çka do të ketë? Do të ndodhe kjo shefajeti. Më thonë, do të fillon çështja e ndërmjetësimit, do të vrapojnë njerëzit, do të mendojnë kush do të ndërmjetëson, u lodhën mo, dikush do të thotë, jo besimtarët, or Allah dhe në xhenem na fit veç mos na le këtu se nuk shkon mo, s'durohet kjo lloj azapi, kjo lloj dënimi e kështu me radhë. Për shefajetin vëllezër, për me fol duhet me i kena cek edhe një herë llojet kushtet e shefajetit. Shefajeti i ka, dhe me thonë, sa kushte i ka shefajeti ndërmjetësimi? Shtoj edhe njo? Thotë Allahu Gjelleshanu, wa kem min melekin fis semawati, la tughni shefaatum shej'a, illa min ba'di en ja'dhen Allahu, limen jeshau wa jarda. Sa melek, thotë Allahu Gjelleshanu, ka në qilërat, ndërmjetësimi i tire nuk mund të ketë dobi fare, asgjo, deri kur? Kushti parë tjep Allahu urdhër për shefajet. Urdhri, leja, izni. Leja për shefajet. Bani me në shefajeti, për me hi në funksion, për me u zbatu, për me u aktivizu, sa kushte jonë? 3. E para, urdhri për shefajet. E dita, min badje një dhe në Allahu, limen jesha. Tjetë Allahu i knaqët, ndaj, ndërmjetësuesit. Ti ndërmjetëson, shahidi ndërmjetëson. Lexuesi hafizi i Kuranit ndërmjetëson. E kështu me radhë, kushti ditisht, bani mend. Leja Allahut, hajde, ndërmjetësoni. Dakortja apo kënaqësia Allahut ndaj ndërmjetësuesit. Unë do të ndërmjetësoj ndaj këtij. Edhe Allahu Gjelleshanu i thot, po, ama ti nuk ki drejt. Dikujt, ti nuk ki drejt me ndërmjetësu. Në rregull, Allahu Gjelleshanu i tha ti ki drejt. Por Allahu duhet jetë kushti i tretë, dakord edhe ndaj të ndërmjetësuarit. Ja rap unë du ndërmjetësoj ndaj filanit. Allahu thot zgjidhi 10 vet. Thot ja rap unë du këto dhe këto dhe këto, unë ndërmjetësoj për këto. Çka ndërmjetëson? Me i fut në xhenet. Allahu thot jo. Që këto 9.000 ration, merr një tjetër. Do thonë të janë 3 kushtet e shefajetit. Leja Allahu Gjelleshanu për shefajet. Dakordi, pëlqimi, kënaqësia Allahut ndaj ndërmjetësuesit. Ki është ndërmjetësuesi, është vepruesi. Edhe ndaj të ndërmjetësuesit është krije vepra, domethënë. E kena lejen e Allahut, ndërmjetësuesi është fajl, vepruesi, dhe ndaj atij që ndërmjetëson është krije vepra me faul bihi. Domethënë, këto janë ato kush llojet e shefajetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne tash vëllezër fillimisht do të flasim mbi thon esh-shefa'atul udhma. Çka thot shefatul udhma? Shefajeti më madhështor. Kjo është më i madhi. Kjo është giganti. Pse është më i madhi? Pse ka thujt, domethënë Islam quhet ki shefatul udhma? Për arsye se ti tash me shputu njerëzit, me u bë dikush sebeb. Që vëllezër tash aty çka është? Jena në këtu në këtë xhami. Dritaret nuk mundesh me i hap.
dirët s'mundesh me jap, nuk ki ka me dal, tavanin sunet saptosh me dal hiq. Fillojnë nxehti, fillun gjersët tona me ardh deri te gjujnë tek kështu me radh. Nuk dim si me hap derën. Imagjinoti një prej nesh me thon, vallahi mu kujtu mu kodi, unë e di si ta hapi derën. Çfarë knatësie, çfarë lezet, çfarë rahatie e madhe, sa do të ngrihet ai person i madh që të na hape derën dhe me dal ne nga ky lloj gazepi. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam çka thot? Men qale hina yasma'u an-nida, banja mend këtë hadithin edhe duhet me mësu. Kush thot kur e ndëgjon ezanin, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Deri këtu është sahih. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, kjo daif, do të thonë kjo pjesa tjetër nuk është e fortë për me argumentu. Deri këtu alladhi wa'adta, domthon kush e bën këtë dua or Allah, ti je Zoti i kësaj thirrje së plot. Kush është thirrja e plot vëllezër? Ezani. Ço thirrje e plot ezani? Po ti komplet fena ke pa domthon gjithë thirrjet e fejave dalaletit që janë përveç Islamit. Gjithë feja tjera nuk janë domthon feja që Allahu xheleshani i pranon përveç Islamit. Shifi kohën e lutjeve kur e kanë ato. A kupton diçka? Aja që me burin, kiko me kumonat bau, a që budistët zjedhin, ato me dhe ato kanë hala shumë kumbona, vetëm që ka njëm shenjonës tjetërës. A kupton diçka? Ose do me thonë hinduset ndezin zjarin, e gjëja tjera, ato tjerët adhurosit e shejtani, që ka mon? Që vetëm të kështu, Islami, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Le bre punë, le gajlet, le gjithë anësh, por pa marë parasi, Allahu është ma i madhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Besoj, deklaroj, Muhamedi është robi i Allahut. Po atëherë çka? Atëherë hayya ala salah, hajdi në shputim. Ku qenë ka hayya ala salah, hajdi në namaz, hayya ala falah, hajdi në shputim. Prap, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Komplet Islami, mundet të japë një pasqyrë të plot vetëm nëpërmjet ezanit. Prandaj Rabba hadhi da'wati tamme, ti je Zot i thirrjes plot. Kush është thirrja plot? Thirrja plot është me thonë ezan. Was salatil qaime, edhe namazi që do të fillon që tash. Ati Muhammeden, epja pejgamberit ad wasilen, do me thonë derexhen, vendin e livdruar, do me thonë më të mirë, vendin më të lartë, wa darajatel, do me thonë wab'athu Allahumma maqaman mahmudan, vendin që gjithë profetët do ta lakmojnë. Kush është? Kjo do me thonë është puna e shefaetit. Pejgamberi alayhis salam vlezër me një hadith, është hadithi shumë i gjerë, po unë do ta them kuptimin e hadithit. Thot Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lahmin فدفع إليه منها ذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك. Thot Abu Huraira, thot me një ishi me një ndeje, edhe dikush kishte përgatit ushqim, edhe ja dha kombën e kingjit pejgamberit alayhis salam, e Muhamedi alayhis salam këto e kish qef me hong. E kaci një herë dhe tha, unë jam zotriu i bive të Ademit, edhe atë t'ja u tregoj për shembull, thot përse unë jam zotriu. Jo në atë kuptimin më umbur pejgamberi alayhis salam. E tha pejgamberi alayhis salam, tash hadithi vlezër, thot ditën e gjykimit i tregon vujtjet e njerëzve në tokën e mahsherit. Djersa, dielli afër kokave të tyre. Njerëzit nuk dinë ç'bëjnë, gjithë janë panik. Mas që gjithë qëndrojnë mira vite thonë, ej, hajde be, të kërkojmë dikon, mos din dikush. Qytetë më thonë, mas si ti krinë atë 50.000 vete, 50.000 vite, do t'i vinë dikuj ndërmend, hajde të flasim me dikon. Dikush duhet me na nxjerr neve nga kjo kriza. Hop atëherë nga dal Allahu i vedison. Se si kena thonë, dituria, a që harohet? Kjo dituria çka e ki këtu? Dikush thot pse harohet? Po mos harrohesh te dituria, pse nuk shkon njerëzit direkt te Muhamedi alayhis salam? Kush ju kujtu baba jon bre Ademi? Hajde të shkojmë domethën pikë pari ku do të shkojmë te Ademi alayhis salam. Edhe i thon, ja Adem, anta abul bashar, khalaqaka Allahu bi yadihi. O Adem, ti je baba i njerëzimit. Shikoj kjo për Esh'arit Maturidit, cilësia Allahut, khalaqaka Allahu bi yadihi.
Allahu tregon dorë, cilësi për cilësive të Allahut. O Adem, edhe shiqoj interesant, edhe e din gjithë këtë hadithin, edhe e lakojnë. Thonë, bil kuwe, Allahu të ka kriju me fuqin. Bjedi, Allahu të ka kriju ti me dorën e ti, o Adem. Edhe të frimzojt, dha Allahu shpirt, dhe me thonë, jo prej shpirtit Allahut, për shpirt Allahu krijoi për Ademin. Se tishte Ademi shpirt i njëjtë si Allahut, nuk do të vdiste. Se Allahu Gjeleshanu ka shpirt, po shpirtin që ja dha Allahu Ademit, apo që e frymzoi Isaun, nuk është i njëjti shpirti Allahut. Ai është shpirt që e ka kriju për ato, shpirt që e ka kriju për atë tjetrin. E Allahu ti, o Adem, ti e baba i njerëzimit. Ti Allahu të krijoi me dorën e ti. Si kejfe yasha. Si Allahu ka dorë, Allahu ka dorë. Bel yedahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Allahu i ka didur, i jep si dëshiron Allahu subhanahu wa taala. O Adem, ti e baba jon, ti Allahu të krijoi me dorën e ti, ti Allahu të frymzoi. Hec bre, hec ndërmjetso. Ademi alayhis salam thot, jo, Allahu ndaj meje një ditë është hidhru aq shumë është hidhru ndaj meje, që nuk u ka hidhru pas para asaj dhe pas asaj ma shumë. E dini edhe me thonë që e tregon Ademi alayhis salam gabimin, unë çka bona honga prej pemës e kështu me radhë. Shkoni, tha dikun tjetër, nefsi, shkoni, tha të Nuhi, abden shekura, dhe me thonë titull, shkoni të Nuhi, është abd shekur, se Allah për Nuhin, qka tha, rob që i faleminderot Allah. Njerëzit, ja Nuh, ente awwalur rusul, ti o Nuh, je i dërguari i parë, që ja hadithi. Në mëson Muhamedi alayhis salam këtë hadith shumë gjëra. Prej atyre veç me mësu se Allahu Gjeleshanu e krijoi Ademin me dorë, Ademin alayhis salam me dorën e tij. Tjetra çka? Nuhi alayhis salam është i dërguari i parë i Allahut subhanahu wa taala. E kështu me radhë. Edhe Nuhi thot edhe ndaj meje Allahu Gjeleshanuhu u ka hidhru dhe asnjëherë më pas nuk u ka hidhru. Unë do ta ceki një se këtu ka di hadithe. E Nuhi alayhis salam e tregon se unë duan time, lutjen time e harxova. U luta për popullin tim e Allahu Gjeleshanu e shkatroj. Populli Nuhit me atë kohë ishte gjithë njerëzimi. Mos mendon dikush se Allahu e shkatroi popullin e Nuhit e ato që në Amerikë apo në Afrikë shputun. Jo, gjithë njerëzimi ishte populli Nuhit atë, s'kishte popull tjetër. E fillojnë me thon popullsia, edhe njerëz shtohet për atyre që hipën në anijet e Nuhit. E Nuhi alayhis salam, shiqoni vëllezër, ku e boni gabimin, ku arsyetohet thot Allahu Gjeleshanu. Kur Nuhi kërkoi, qale innahu min ahli, kur tha për djalin e tij, tha qale Allahu ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni u'idhuka an takuna min al-jahilin. Nuhi alayhis salam kërkoi Allah thash putoj djalin tim, tha ehli familjes time. Allah tha Nuh tha s'është i familjes sonde, edhe pse e kish gjallë. Innahu amalun ghayru salih, kët punë çka e bën ti nuk ka punë mirë. Çka? Të më ngërkojsh ti për qafirin ta shputoj, për gjaljem, më nuk është gjali jotaj. Nuk është familjes sonde. Familjes sonde janë vetëm musliman që i kanë hip në anije, tjerët që janë familja jote. Innahu amalun ghayru salih wa inni u'idhuka an takuna min al-jahilin. Ta treg vërejtjen, po të këshilloj, mos jesh prej atyre, domethënë që i harrojnë prej ignorantëve, mos kërko, mos ndërmjetso për atë që nuk është musliman. E Nuhi këtu e cekëm me një hadith se që ki ishte gabimi jem. Edhe kjo është ma e njohur. Pastaj thot shkoni ku shkoni te Salihu, robi Allahut, Khalili Allahut, që Allahu wattakhadha Allahu Ibrahime Khalila, dhe Allahu e mori Khalil. A di sa thot Khalil, nuk ka më shok më i ngushtë. Khal i ngjitët, i bashkuar, do të thonë shok që ku thot dikush mund me këto dhe bashkë me kena flet. E Allahu e mori Ibrahimin, po Muhamedi alayhis salam thot inna Allah ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allahu që ashtu edhe mu më kanë konsideru të afërmin e ti një lloj sikur si Ibrahimi. Ibrahimi alayhis salam i cekë dha, jo thot Allahu një ditë ka hidhru ndaj meje shumë, e kështu me radhë, ka hidhru shumë edhe nuk ka mund për këtë nefsi. E i tregon Ibrahimi alayhis salam gabimet apo ato si ka qenë si rrenat e tija. Hajde e para kush ishte? Çka i tha? Motër. Ibrahimi alayhis salam në atë vend i tha motër, se Allah thot wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kur shkoi në Egjipt atje te ai mbreti që ishte Firauni, e kishte Sarën, edhe ai kishte si adet, cili burr e ka gruan e bukur, ka thonë le të hinë këtu te unë, me amar faktikisht. E Sara, vezër Sara ka qenë shembull në bukuri.
bukurit madhe I ka thonë Allahu xhaleshanu. Thuhet Sara ka qenë kopja e Hawas, më thonë nonës vete, Havas, nonës parë, besimtarve. Edhe I thotë e kam motër, e Ibrahimi a.s. në atë kuptimin, ne në atë kuptimin gratë tona e kena po si cili gruan e vete e ka grue, a me në atë kuptimin se jena besimtar edhe si motër. E Ibrahimi a.s. këtë vend, thotë vetëm unë e kjo jena muslimon, e kjo mund të jetë më thotë si motëra jeme në islam. Edhe ai, kur I tha motër dhe me thonë, provoja më atët vetët. E rena tjetër e ditë, jam I smut. Kur e tha jam I smut? Kur I tha I smut? E than Ibrahimi ta e ti, ki qka tha? Tha më rrit. Ibrahimi alisam tha jam më rrit. Qka në thot e kjo më rrit? Ibrahimi alisam e ka pas qëllimin, kufrukum, shirkukum, dalaletukum, më boni të smon, më rrit. Më thonë, unë jam pipi shirkut, kufritu, jam më rrit. Pastaj, e treta, bel faalehu kebiruhum, hadha, e boni a I madhi, I ti. A boni Ibrahimi alisam me gisht hadha? A im hadha e ka pas ki? E ka pas qëllimin për veten e ti, e I boni a I madhi atire. Ama nuk tha me gisht hadha ki. Prap Ibrahimi a.s. Nëse I merë në këtë aspekt, nuk ka rejt. Po edhe nëse ka rejt, më thonë këtë aspekt, Ibrahimi a.s. nuk ka bot diçka dhe me thonë të keqe. Po me gjitha ato vlezër shqitjo, qëfa a I ka qujtë rejna dhe ton jetën e ti është marrë me to. Këm rejt 3 herë, deri ju ka kujtu tokën e mahsherit, qëqjo. Ditën e mahsherit I kujton të 3 gabime. Pastaj Ibrahimi a.s. kushta shkoni? Shkoni te Musa. Musa a.s. me qka e dalot? Ademi a.s. baba I njerëzis, Allahu e krye me dorën e ti, I frimzoi Ademit a.s. Nuhi, rob falenderues, Ibrahimi, Khalilullah, Musa, Kelimullah. Se Kelimullah shumë Musa a.s. ka fol me Allahun Gjelleshanu, shumë takime ka pas. Pse? Te ka qoni benu Israilve. Njo di ja Musa, len nu'min e leke, ja Musa, len edhe Musa a.s. është detiru me bisedu me Allahun Gjelleshanu, vë kellem Allahu Musa te klima. Pastaj Musa a.s. thot shkoni kushte një rob tjetër, kushte te Isau a.s. Edhe Isau a.s. por në hadith, walem jethkur dhenben. E Musa a.s. falni, qka boni? Edhe ki tha, jo, tha, nuk këm boni gabim. شو الخطأ تبع موسى ليش ما يستطيع أن يشفع موسى يوم القيامة هو عنده خطية شو كيف unë tha e vrava tha një njeri tha prej beni Israilve që jam shemë shu plaka dhe su që më vdiq e tha jo tha se këm bo gabim edhe pse Musa a.s. nuk I kishte me qëllim me mbit po ishte njoj familjes tive benu Israilve njoj Kiptit edhe Musa a.s. qka dhe të bone jam shoj ati edhe I vdiq e tha edhe pse pa qëllim po tha jo shkoni dhe me thonë të Isau a.s. ai që ka fol prej Mehdit njerëzit shkojnë prej atje e Isa a.s. tha më në fund idhhabu ila Muhammedin alladhi ghafara Allahu sallallahu alaihi wasallam ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kjo është veçimi I Muhamedit a.s. Shkoni te Muhamedi që Allahu ja ka falë atij mëkatet duke qenë gjallë, edhe ato të kaluarat edhe të ardhshmet. E atëre njerëzit ku shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe unë do ta lexoj vëllezër këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idhhabu ila Muhammedin fayatunani thot Muhamedi Isa alayhis salam thot shkoni te Muhamedi thot pejgamberi alayhis salam fayatunani njerëzit do të vinë te unë فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء أو محمد تيدر قولي الله ودفولا جث بروفيت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شو قدم صوتك يا غفر الله الله تفعلي مقاطع كاش بيقوة تقالورت هذا دمثون أتو تأرشمت وما فاشفع لنا عند ربك درميت صوتك ني تكزوتيات ألا ترى ما نحن فيها nuk është gjendjen tonë se jemi 50000 vite lodhje pa hong pa pi diellja afër kokave tona ألا ترى ما قد بلغنا عاشكو كم يريد thot pejgamberi alayhis salam فيقوم فآتي تحت العرش do të shkoj thot nën arshin aty poshtë تحت العرش فأقع ساجدا لربي do të bien sejdë për Allahun subhanahu wa ta'ala ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامد الله ما hap mu çka mendën zemrën gjuhën do
përmendi disa laft falderime, disa gjoja, thot pejgamberi alayhis salam, wa husna thana alayhi ma lam yaftahu alaya ahadin min qabli. Ato që Allahu xhaleshanu asnjëherë mu nuk mi ka dhënë atë fjalë. Fe yuqalu ya Muhammad irfa rasak. E atëherë do të vjen një zot thot, o Muhammed, çoe kokën tonë, irfa rasak, sel tu'tahu, kërko, ti do të jepet çka don. Ishfa tu shaffa, ndërmjetso, e pranon Allahu do me thonë ndërmjetësimin. Fe yaqulu ya Rab, or Allah, ummeti ummeti. Ummetim ya Rab, ummetim, ummetim. Ya Rab ummeti ummeti, prap ya Rab ummeti ummeti. Fe yuqal adkhil min ummetika men la hisaba alayhi min babil ayman min abwabil janna. Thot Allahu xhaleshanu, merr prej ummetit ton dhe fut nga ana e djathtë, nga dera e djathtë e xhenetit, fut në aty dhe me thonë prej ummetit ton. Pastaj vazhdon hadithi, e thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, do të hinë në Allahu do të më japë leje që me i fit në xhenet prej ummetit tem sa pa llogari pa e sa pa kështu me radhë 70.000. Unë do të zë vlezë një hadith tjetër që me të vërtet është mishde. E ka nxjerrë Imam Ahmedi edhe Ibn Hibbani në Sahihun e tij, Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Tabarani, Shuaib Arnauti, dietari, muhaddithi madh i Shkodrës, Shuaib Arnauti, Allahu mëshiroft, thot hadithi është sahih, i sakt. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ka thon Muhamedi alayhis salam, inna Allaha wa'adani an yudkhila min ummati al-jannata 70,000 bighayri hisab. Allah më kam premtu që prej ummetit tim ka me fut në xhenet 70.000 pa llogari, bighayri hisab. Faqala Yazid ibn al-Akhnas al-Aslami, Yazid ibn al-Akhnas al-Aslami ka thon, wallahi ma ulaika fi ummatika illa kadhubab al-ashab ay ahmar fi adh-dhibab al-aswad. Tha i dërgojë Allahut, çka janë tha 70.000 tha prej umetit ton në tokën e mahsherit, një lloj si ajo miza që është të më thonë gjithsej e zezë, veç një pikë të vogël e ka të kuqe. Nuk jenë kanë këto shumë, tha ja Rasulullah. Me duhet 70.000. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna rabbi qad wa'adani 70,000 ma kulli 70,000. Allahu më ka dhonë fjalë dhe tjetër, për secilin 1.000 vetë prej atyre, edhe 70.000 qera. Boni llogaritë të 70.000 herë 70.000. Dhe me thonë, secilin 1.000, 70.000. Ndaj ato në 70.000 grupe, secila 1.000 prej atyre, edhe 70.000 tjera. Sa do të del ki numri? Valla, e dhashtë e dikitroni, ndulën dhe numra, nuk e di sa shifrat në njëjsh. Pa elhamdulillah. Edhe me thonë kjo është, pa elhamdulillah. Pastaj vlezër, qka është tjetër, është shefajeti, i dit edhe i treti, kjo është shefajet, lloji i dit i shefajetit, do të lexoj. E thalithu, e thani u e thani, shefatu sallallahu aleyhi ve sellem fi aqwamin, qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, fe yashfa'u fihim, fe yadkhulun al jannata. Thot ta shefajeti lloji i dit, edhe i treti të kushjon, të do njerëz, veprat e mira të atyre, edhe të këqija të barabar. Edhe grupi tret, thot, edhe grupi tret, thot, edhe grupi tret, fe yashfa'u fihim, wa fi aqwamin akharin qad umira bihim fi an-nari an la yadkhuluha. Shikoni viti grupi dit edhe i treti shefajetit, apo lloji i dit edhe i treti shefajetit. Lloji i dit është për ato njerëz të ummetit të Muhamedit alayhis salam që hasenat, veprat e mira dhe të këqija barabar. 70.000 gjina sevape, 70.000 sevape. 7 milion sevape, 7 milion gjinahe. Muhamedi alayhis salam thotë, ja Rab, po barabar është. Unë ndërmjetësoj për këto. Allahu xhaleshan thotë, në rregull. Shkoni në xhenet, se ndërmjetësoj për ju ndërmjetësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por thotë edhe grupi i tretë për cilën që ka për një grup të ummetit Muhamedit alayhis salam, të cilët meritojnë me hinë në xhenem. Veprat këqija pak më tepër, e Muhamedi alayhis salam thotë, ja Rab, këto janë përsëri ummeti jem. Unë ndërmjetësoj edhe për këto. Edhe i nxjerrën, do të thonë pejgamberi alayhis salam nuk le këto që të hinë edhe këto të hinë në xhenem. Lloji i katërt, shefatu sallallahu alaihi wasallam, që fi raf'i ad-darajat man yadkhulu al-jannata fiha fawqa ma kana yaqtadihi ath-thawabu alayhim,
Kjo është interesant, ngritja e deregjeve. Ki për shembull Allahu xhaleshanu i ka thonë në xhenet shkallën e 70, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Ubayd ibn Amir waj'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathiri min khalqik. Shiqo? Thot pejgamberi alayhis salam për këtë sahabiun, or Allah, falja këtij Ubayd ibn Amir, waj'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathiri min khalqik. Edhe ditën e gjykimit, domethënë xhenet bën çki të jetë shumë nalt prej shumë krijesave ki të jetë nalt. Pastaj përsëri thot Muhamedi alayhis salam, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatihi fil mahdiyin. Abu Salama, pejgamberi alayhis salam mos i ka vdek Abu Salama ka thonë, or Allah, ngreja derexhet nalt. Domethënë ki lloji shefajetit katër, çka qen ka prej umetit Muhamedit alayhis salam me ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salam të ngriten derexhet shkallët në lart. E treta, shefaatu fi aqwamin yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Kjo e ceka domethënë ato 70.000 grupe që do tin. Edhe lloji tjetër është shumë interesant, lloji i 6. Shikoni vëllezër. Ash-shafa'atu fi takhfif al-'adhab amman yastahiqu ka shafa'atihi fi 'ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu al-'adhab. Pejgamberi alayhis salam shikoni do të ndërmjetësone edhe për një që ka vdek jo musliman, që Allahu t'ja paksone ati dënimin. Edhe ai vetmi kush është? Abu Talibi. Për ne mund thona, Allahu thot fema tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Por jo besimtarët, shefajetin, ndërmjetësimin, ndërmjetësuesve fare nuk ju sjell atire dobi. Shikoni për shembull Imam Kurtubiu çka thon. Thumma qala al-Kurtubiu fi at-tadhkira ba'da dhikri hadha an-naw fa in qila faqad qala Allahu ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in qila lahu la tanfa'uhu fi al-khuruj min an-nar. Kjo thot është qëllimi që dobi nuk do t'ju sjellë jo besimtarve çka janë në xhenem ndërmjetësimin ndërmjetësues. Thot, a e dini për çfarë dobi e ka pas qëllim Allahu xhaleshanu? Allahu e ka pas për dobi që ata me dal gjithë prej zjarrit të xhenemit, ama për tu e ka thonë Allahu, dhe nuk do të kenë jo besimtarët dobi prej ndërmjetësuesve për me dal prej zjarrit të xhenemit me hin xhenet. S'mundet. Ama takhfiful adhab, çka thot pejgamberi alayhis salam për mijën e tij Abu Talibin, do të ketë të fundi i themrave të tija bigacat zjarrit të xhenemit, si të ti do t'i rrotullohen, tim do t'i del nga hunda, nga veshët e kështu me radhë, takhfif. Thot pejgamberi alayhis salam, laula ana lakana fi tarkil asfali min an-nar. Mos kisha qenë unë për Abu Talibin, do t'ishte në fundin e xhehenemit. Edhe shefajeti i fundit vezë shqyqa dhe për këtë do ta ceki se është i fundit, kanë ardhur me thonë shumë hadithe. Shefa'atu fi ahli al-kaba'ir min ummati, ka thonë pejgamberi alayhis salam, shefa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Shefajeti Muhamedit alayhis salam për ato që kanë bërë mëkate të mëdha, ekstra për ato shefajet. Kush është mëkati i madh? Ai qetri ka bërë zina, ka vdek pa pendu, ai qetri ka pi alkohol, ai qetri mëkate të mëdha. Për këto do të tërmjetësone pejgamberi alayhis salam të thonë shefa'ati li ahli shefa'ati yawm al-qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati. Shefajeti jam do të jetë ditën e gjykimit për ata mëkatarët që kanë bërë mëkate të mëdha, siç ka ardhur hadith ijtanibu sab'a al-mubiqat, ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs wa qadhfu al-muhsanat. Ne më thonë këto 7 mëkate të mëdha. Sfundi vëllezër, lutim Allahun xhaleshanuhu që të jemi prej atyre 70.000 vetëve apo prej atyre grupave që të hinë xhennet pa dënim, pa hinë zjarrin e xhenemit, dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që ai të jep pejgamberit alayhis salam leje, por edhe neve të na apë leje që të marrim pjesë të shefajetit të ndërmjetësimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.